Kandidati i pavarur për komunën e Kërçovës, Shkodran Alili, mbajti tubimin për mbylljes në sheshin e qytetit për zgjedhjet lokale të 19 tetorit. Shkodran Alili dhe bartësi i listës së këshilltarëve Kujtim Kasami përpara të pranishmive prezantuan vizionin e tyre për Kërçovën në 4 vjeçarin e ardhshëm. Vëllezër e motra të Kërçovës, sonte s'po ju flet një politikan, sonte po ju flet një bir i këtij qyteti. Një djalë që është rritur mes jush, në rrugët, në tregjet dhe në çdo lagje të Kërçovës. Një njeri që e ka Kërçovën shtëpi, sepse Kërçova është shtëpia jonë e madhe. Unë nuk kam kandiduar për pushtet, as për interes, as për poste e as për të pasuruar, sepse këto të gjitha i kam përmbushur me punën dhe djersën time në profesionin tim si avokat. Kam hyrë në këtë garë, sepse nuk mund të rria i qetë, kur shoh Kërçovën që rrëshqet për ditë drejt mjerimit. Kur shoh njerëzit e ndershëm që përballen me padrejsi. Kur shoh se për të zgjidhur një problem, duhet të njohësh dikën nga lart. Jo, populli im, ashtu nuk ndërtohet një qytet. Ata që sot mburren me pushtet, ata kanë pasur 12 vite në dorë qelësat e komunës. Kanë pasur shumë kohë për të realizuar ide. Kanë pasur gjithçka në dorë. Kanë pasur pushtetin lokal qendror. Kanë pasur drejtora, ministra të shëndetësisë e kryeministra, që i kanë mbështetur duke u dërguar me miliona euro. Por leje që ato mjete nuk kanë përfunduar në vendin e dohur, por edhe bizniseve private të qytetarëve ju kanë kërkuar rishfet për çdo tenden nga 2 gishta. Po me ardhjen tonë në komunë, 2 gishtat do t'i presim. Kryetarin që e kemi sot nuk e njeh dhimbjen e popullit. Ai s'di çfarë do të thotë të rrish pa ujë, pa dritë e pa spital, të mos kesh ku ta çosh fëmijën, të mos gjesh vend në vendin tënd. Unë i di këto, sepse jam prej jush. Gjatë kësaj fushate, patëm mundësinë të shohim nga afër shpresat, nevojat dhe pritshmëritë tuaja për ta bërë qytetin ton një vend ku çdo qytetar mund të përparojë dhe të jetë i lumtur. Duke parë drejt së ardhmes, na udhëheq një besim i sinqert, por i fuqishëm, që forca e vërtet e një qyteti qëndron tek njerëzit e tij, dhe kjo forcë mund të rritet përmes një udhëheqje të kujdesshme, strategjike, ku gjithmonë qytetari është në vend të parë. Në fund, ju ftoj të besoni në potencialin e qytetit tonë. Ju ftoj të bashkohemi rreth vizionit për një Kërçovë të drejtësisë, mundësive dhe prosperitetit. Ju falenderoj për besimin dhe për kushtimin tuaj për ta bërë qytetin tonë më të mirin që mund të jetë.